Gjykata shkallës së parë në Shkodër ka lënë sot në burg të dyshuarit për terrorizëm Erzenuka dhe Julian Cumraku. Në orën 13:00 u mbajt seanca sa i përket caktimit të masës së sigurisë ndaj tyre, ndërkohë që togat e zeza i lanë në burg. Roland Islami, avokati i Erzenukës, tha se ka kërkuar arrest të paligjshëm. Sipas avokatit, por edhe vet Ukës, klienti i tij nuk ka asnjë lidhje me armët dhe tha se ka qenë në banesë sepse ka thirrur Julian Cumraku pasi janë shok. Fillimisht ka vetëm një akuzë. Vetëm një ka pas, armbajtje pa leje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrant për sa i përket mbrojtjes nga Naim Erzenuka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore, dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. Cumraku ka deklaruar se armët janë të vjetra dhe i ka mbledhur në fshat sipas avokatit të Ukës. Cumraku tha në gjyq që janë armë që unë i kam mbledhur të vjetra në fshat dhe i kam fshehur në atë banesë, nuk e ka ditë Erzenuka të janë armët. Po ashtu avokati mohon dyshimet për lidhje terroriste. Ka dyshime për lidhje me grupe terroriste, grupin terrorist ISIS siç. Jo që s'ka prova, pas policia e shtetit nuk e dyshon. Kujtojmë se Erzenuka dhe Julian Cumraku i u dorëzuan forcave Renea pas 12 orësh negociata ndërsa fshiheshin në një banesë në fshatin Orosh. Dyshohet se ata qëndronin të fshehur në këtë banesë prej 2 muajsh në të cilën i u gjetën disa armë zjarri, municion luftarak dhe një flamur i ISIS.